seansa me një trajt nonsensi edhe me një zhvillim që po përsëritet në çdo 48 orë, është dashur një faktor të del dhe t'i mbledh, t'i grumbulloj në një tryezë eventualisht për gjetur zgjidhjen. Dhe them drejtën, presidenti Osmani ka bërë shumë mirë që ka ftuar leadershipin politik, edhe leadershipi politik në vend, faktorët më të rëndësishëm politik në vend kanë bërë mirë që janë përgjigjur pozitivisht ftesës së presidentes Osmani, edhe eventualisht në këtë një orë gjysësh, kështu po I bie, nëse... 1 orë 41 minuta. Se di, më duket që zoti Kurti është vonuar pak. Po, ai erdhi në ora 13:09 minuta. Okej, ashtu po I bie. Tamam, një orë gjysmë, mezi kanë pasur mundësi të shoqësin shumë çështje që kanë të bëjnë me këtë situatë politike. Presidentës I takon që t'i ftoj palët natyrisht do duhet të reflektonin dhe të gjenin një zgjidhje. A jam optimist që në këtë takim të gjendet zgjidhje? Jo, nuk jam optimist fare. Për arsye se pozicionet kanë qenë rigjide, edhe si që ndoqëm edhe nga qëndrimet e mbrëmshme në politiko, të dy subjekte politike, të LDK-s edhe të lëvizëve, nuk është që diçka ka ndryshuar. Optimist nga ky takim, në fakt optimiste, nuk ka qenë as presidenti Vjosa Osmani, e cila ka deklaruar se nuk do të ketë vetëm një takim, do të ketë një sër takimesh, pra flasim për një numër takimesh cila do t'i presim mes presidentës dhe Po kjo po flet për një proces të ri të nisur, edhe procesi I ri I nisur në base se mund të kërkoj kohë, por gjithsesi është mirë që një gjë e tillë po ndodh, po shpresoj që në situatën e vetme politike ku nuk ka një dorë ndërkombëtare, aty anipse zonja Pratipati, që është zëvendës ambasadorja e Shtetit Bashkuar të Amerikës, de facto ambasadore, sepse është ngarkuar me punë me presidentën Osmani, e di një gjë që ajo nuk është duke tentuar ta imponojë një zgjidhje dhe thot është çështje e Kosovës ta bëjë një gjë të tillë, dhe Kosova ka institucionet e veta, dhe po qëse Kosova nëpërmjet presidentës edhe leadershipit politik do të arrinte të gjente një zgjidhje politike në një situatë blokade ose në situatë krize, do të kalonte një test, edhe do të thoshim edhe ne që edhe kosovarët dinë bëjnë zgjidhje, s'ka nevojë dora amerikane, evropiane të jetë aty me një farë forme, dhe kësaj shpresa është që në këtë seri takimesh eventualisht që nis sot të gjendet ndonjë opsion. Përsa I takon fotografisë, Afërdita, se është shumë interesante fotografia. Nuk e di vetëm nëse është vetëm një fotografi.